Kush është klienti juaj tipik I cili ka nevojë për instalimin e një sistemi të paneleve diellore, paneleve fotovoltaike? Klientët në sektorin tonë, se s'du ta përveçoj se jemi shumë shoqërzotët janë krijuar goxha kompani. Klientët në sektorin tonë janë çdo konsumator që ka I faturë energjie. Pra, qoftë ai që paguan 100 euro, qoftë ai që paguan 1000 apo 100.000 euro. Që gjithë këta e kanë të domosdoshëm energjinë ta vetë prodhojnë. Ndryshimi midis familjarit, siç po thoya pak më parë, kosto e çmimit të energjisë së familjarit është më e ulët se sa ke biznesi. Patjetër që klienti më interesant për ne është biznesi, sepse praktikisht familjari paguan me 9 lekë, biznesi e ka me 18 lekë. Dhe ai e ka më të ndjeshme, ka më të rëndë koston e energjisë dhe ka një energji jo thjesht për të shërbyer, por për të prodhuar ose për të tregtuar. Dhe ai është klienti kryesor, sepse automatikisht ai klient ne shkojmë dhe reduktojmë shpenzimin e tij. Sigurisht që ai duhet bëjë një investim, por ndryshe nga ku një fabrik blen një linjë për të prodhuar diçka, investon për të zhvilluar, këtu është një investim për të kursyer dhe cash flow, pra paraja në ark, është po I njëjtë, sepse ai energjinë do ta paguaj. Pra aq sa energjinë e paguar, shton koston e bankare që mund të marrë një kredi dhe automatikisht ai atë gjë që e kursen tek fatura shlyen kredin. Por duhet të jemi shumë kujdesshëm sepse duke qenë se çdo gjë që është rend treg dhe ecet me ritme shumë shpejta, duke qenë që është një treg jo fort I kontrolluar tregu jon, vjen çdo lloj gjë. Unë e krahasoj shpesh që nëse mani men kur filluan ndriçuesat LED, poçat LED, të themi në gjuhën popullore, gjithë thoshin që gjithë LED-et janë një lloj, po e kemi parë që gjithë LED-et nuk janë një lloj. Nuk kanë atë dritë, nuk kanë atë jetëgjatësi dhe nuk funksionojnë. E njëjta gjë është me panelet. Duhet të jemi kujdesshëm kur bëjmë investime të tilla, mos gjendemi që në një krah kemi bërë një investim ku duhet të paguajmë kredin, dhe nga krahu tjetër për çmëria që duhet kishim për prodhimin e energjisë, nuk e plotson dhe gjendemi që paguajmë dhe faturën edhe kredin. Kjo është shumë, duhet të jemi shumë kujdesshëm. Unë them shpesh dhe në grupet e punë apo edhe kur mblidhemi që klienti nuk ka faj, konsumatori nuk ka faj, nuk e ka informacionin. Nuk duhet ngeli përgjegjësia vetëm tek tregtari apo ke importuesi apo ke zhvilluesi. Duhet të kemë përgjegjësi dhe institucione, të mbrojtja e konsumatorëve. Duhet ngrihet të kërkoj minimalisht këto produkte a janë me certifikime sipas një vendi antar të Komunitetit Evropian. Sepse duke qenë se s'ka kontroll, fatkeqësisht gjendemi në treg që ka shumë produkte. Dhe një prodhues vetë kur pyet një prodhues kinez, dhe ti thu që shikoj se këto produkte I du për Itali, thotë, jo, okay, ky produkt për Itali ka nevojë për këtë certifikim, këtë certifikim, këtë certifikim. Të gjitha këto certifikime kanë kosto. Kur ti e kërkon për Shqipërinë nuk ta thot fare. Është ndërgjegjësimin ton personal se sa ose sa ndërgjegjshëm dhe përgjegjshëm jemi për punën që bëjmë për të sjellë dhe për të implementuar një produkt cilësor.